Autostrada Kashar-Rogozhin hyn në fazën konkrete të ndërtimit, ndërsa projekti i zbatimit tashmë është miratuar dhe shpronësimet do të nisin menjëherë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi se pas diskutimeve për mënyrën e lidhjes së aksit me bypassin e Tiranës, tashmë janë mbyllur të gjitha detajet dhe kantieri pritet të hapet brenda këtij viti. Tashmë ARSH ka miratuar projektin e zbatimit, që ka ardhur në ministri ditën e sotme, do të nisë menjëherë procesin e shpronësimeve duke i hapur rrugë nisjes së punimeve brenda këtij viti. Me një gjatësi prej 33.5 kilometrash, rruga do të ndërtohet si autostradë kategorisë A dhe synon të krijojë një lidhje më të drejtpërdrejtë përgjatë boshtit veri-jug. Kashar-Rogozhin është pjesë e korridorit blu dhe vazhdimi i aksit Thuman-Kashar. Me 33.5 km gjatësi, kjo do jetë autostradë kategorisë A dhe do të krijojë një lidhje të drejtpërdrejtë veri-jug dhe do të ndihmojë në lehtësimin e trafikut në një prej akseve më të ngarkuara të vendit, Tiranë-Durrës. Karakaçi e vendosi këtë investim në një paketë më të gjerë projektesh infrastrukturore, që po zhvillohen në vend për modernizimin e rrjetit rrugor. Një projekt i rëndësishëm, që së bashku me kantieret që kemi hapur, si bypassi i Tiranës, bypassi i Elbasanit, Elbasan-Çafthan dhe Elbasan-Rogozhin, do të kontribuojnë në modernizimin e infrastrukturës rrugore të vendit. Pas miratimit të projektit, fokusi kalon tek shpronësimet dhe përgatitja për nisjen e punimeve. Kashar-Rogozhin pritet të bëhet një tjetër hallkë e rëndësishme e korridorit blu, duke forcuar lidhjen veri-jug dhe duke krijuar një infrastrukturë më të përshtatshme për lëvizjen e qytetarëve dhe transportin përgjatë territorit të Shqipërisë.